mos dorëheqja e doktorit do të jetë një shans për të forcuar partitë e treta, po themi këto partitë alternative, po themi Sheaj, partitë që morën nga një deputet, nga dy deputet, Tom Doshi është fiks, është solid, 3 partitë socialdemokrate. Apo do të krijoj, po themi, trendin e mosbesimit në rotacion. Si e mendon, Nida? Mosbesimi lidhet nga fakt objektive. Jemi në një situatë në të cilën që të lloj gjëje që të themi duket sikur e kemi me opozitën. Në fakt nuk është se e kemi me opozitën, por opozita tregoi që nuk është në gjendje të ringrej vetveten dhe të ketë mundësinë për të riardhur në pushtet, sepse mbas 12 vjetësh skeptikët më të mëdhenj thonin që me gjitha abuzimet, dhe ndoshta kjo ka qenë dhe shpresa e opozitës, PD-s në mënyrë të veçantë, abuzimet e bëra nga ky pushtet, të gjitha ato që janë të korruptuar, të dënuar pafund, kryetari i Bashkisë në Burg, kuptohet që ishin gjithë element favorizues në atë që ishte koncepti i ardhjes në pushtet nga ana e opozitës. Por historia tregoi që taktikisht opozita gaboi dhe gaboi shumë rënd një gabim i pafalshëm. Zoti Berisha do të ishte Gaboj opozita apo gaboj populli? Gaboj opozita. Nëse Zoti Berisha, dhe këtë e them me një bindje arsyetuese nisur nga gjithë gjërat që kanë ndodhur këto kohë të fundit, do të kishte 2 ditë para zgjedhjeve, të kishte deklaruar, le ta hante fjalën mbrapa, s'ka problem. Janë mësuar. Siç po han tani, s'është problem fare. Po të deklaronte burrnisht e themi në atë që është mënyra vet, që unë çoj Partinë Demokratike drejt fitores, merr pushtetin, por unë do të jem kryeministër i shqiptarëve dhe do të vazhdoj rrugtimin tim dhe luftën time personale me drejtësinë për të treguar pafajësinë time, jam e bindur që do të kishte patur një përmbysje. Pse keni këtë tendencë të sulmoni Laertin gjithë kohës? Po jam e bëri debatiku këtë, e kuptoj zhej, si gjesh do. E bëri debatiku. Është më e bukur kështu se sa të jemi të gjithë. E bëri debatiku. Unë nuk do jap. Edhe për humbje, edhe për fitore, edhe për Berishën. Do shku nga ana tjetër s'ka asnjë gjë. Nuk është çështja nga ana tjetër, po duam apo nuk duam ne. Riardhja e Zotit Berisha në 2017. Ozheja, mund të me shifre. Një sekondë tani, ti ke qarqe që ka thyer rekordeve nga 12 deputet. Ti ke Fierin, ti ke Balbasanin, ti ke Tiranën. Ka një arsye aty gjë. Unë kam ke Florën. Gjithandej vetëm. Mirë, pra tani më fal, duket normale që kemi një personazh që është një kërpërat e dytë në atë parlamentin ton, duam apo nuk duam, që sinqerisht edhe ai mandat kam përshtypjen që dhe për Ramën vet ai mandati 12 se ka dash. Jo vetëm që se donte, po as atë që e mori nuk e donte, se do të jetë një vëmendje shtuar në këto 4 vjet të gjithë shqiptarëve për t'u marrë me atë mandat të 12, por dhe ajo në sulmin që bëri, që me thënë drejtë nga ana njerëzore më dukej çnjerëzore, që të merreshe me Zotin Bardhi. Edhe duke sulmuar po faktorizon këtë kënd. Se bëri vetëm Berisha këtu. Berisha humbi, Berisha fitore. Nuk ishte e mjaftueshme, pra se u kthye në kundër prodhuese.